Kush janë shkaqet e aromës së keqe të gojës? Shkaqet janë të shumta. Fillojmë nga goja. Janë bajamet e inflamuara, janë dhëmballat e infektuara, janë mishrat e dhëmbëve të infektuar, gingivitis. Por ajo vjen edhe nga prania Helicobacter pylori në stomak, vjen nga ulçrat e stomakut, vjen nga prishja e mikrobiomës së zorës, pra në disbakteriozat e ndryshme, por ajo mund të vijë nga sëmundjet kronike, siç janë diabeti, sëmundjet kronike të mëlçisë, sëmundjet kronike të veshkave dhe të tjera. Por kryesisht pjesa më e madhe e rasteve nga praktika jonë mjekësore është nga prishja e mikrobiomës së zorëve. Prandaj mirë është që ta stimuloni ato me fermente dhe me laktobacil të ndryshëm, siç është dhe suplementi Deep Cleanse. Marrja e 2 kapsulave në mes të bukës për 1 muaj deri në 3 muaj është i atashëm, me efekte shumë të mira.